Lëvizja sioniste ishte aktive në Shoba që para krijimit të shtetit të Izraelit në vitin 1948. Organizata si puna e Organizatës Sioniste të Amerikës, ZOA, punonin për promovimin e shtetit hebre në radhët e hebrejve amerikan. Pas shpalljes së pavarësisë së Izraelit, mbështetja e Shobas për shtetin e Izraelit u rrit shumë. Është pak e njohur nga publiku se kundërnjohës amerikanët të shtetit izraelit ishte sekretari i atëhershëm i shtetit George Marshall, si dhe strategu kyç i politikës së jashtme George Kennan, sepse mendoni se njohja do të kërcënonte raportet e Shobas me botën arabe dhe do të lehtësonte depërtimin sovjetik në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Por presidenti Harry Truman e njohu Izraelin. Megjithse gjithsej përbëjnë 2.4% popullsisë Amerikës, ose në shifra janë 7.5 milion hebrenj, ata përbëjnë 50% të miliarderëve amerikan. Hebrejt amerikan përbëjnë 20% të profesorëve në universitetet kryesore amerikane, 40% të punësuarve në kompanitë e mëdha të avokatisë, 59% të shkrimtarëve dhe regjisorëve dhe gjysmën e 200 intelektualëve më të mirë amerikan. Krahas kësaj, grupimet lobiste të hebrejve dhurojnë me miliarda dollar gjatë fushatave zgjedhore. Personat me prejardhje hebreje zënë pozita të drejtorëve në 3 rrjetet më të mëdha televizive, ndërsa 4 kompani të mëdha filmike janë në pronësi të kapitalit hebre.